Janë 245.975 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit që janë regjistruar për të pasur mundësinë të votojnë në zgjedhjet e 11 majit. KQZ mbylli mesnatën e 4 marsit aplikimet online dhe përfundoi procesin e kërkesave të mbetura nga 294.155 që ishin bërë deri në mbarim të afatit, ndërsa u është refuzuar kërkesa për 48.180 për shkak të gabimeve në fazën e regjistrimit apo dokumentacionit jo të plot. Regjistrimit e zgjedhësve nga jashtë vendit të i kaluan pritshmëritë fillestare si të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ashtu edhe të vetë partive politike. Numri më i madh i shqiptarëve të regjistruar është nga Italia me 91.223, rënditur më pas nga Greqia me 68.386 zgjedhës të regjistruar. Sipas parashikimeve ligjore, bota e emigrantëve do të llogaritet në qarkun ku ato kanë rezidencë në Shqipëri. 52.425 votues të regjistruar i përkasin Tiranës, e pasuar nga Fieri me 32.559 votues nga jashtë dhe Durrësi e Elbasani me 25.000 të tillë. Brenda datës 9 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të publikojë listën paraprake të këtyre zgjedhësve. Emrat e tyre do të hiqen më pas nga lista e votuesve në Shqipëri. Shifrat e deritanishme të regjistruarve dëshmojnë se vota e emigrantëve mund të ketë një ndikim jo të pakët, veçanërisht në qarqet ku mandatet e fundit mes palëve është ndarë në të kaluarën, një diferencë të ngushtë votash. Një fenomen i parë kryesisht në disa qarqe të vogla, por dhe në ato të shumë deputetëve, si dhe në rastin e Fierit.